na. Me djeg me ndes si qiri, me ata sy të zi, du me të marrë në shpi, mori 7 selvi. Me djeg me ndes si qiri, me ata sy të zi, du me të marrë në shpi, mori 7 selvi. Në magazin Lera me emisionin e Mbrëmjes. Një përshëndetje në vjen nga miku Elver Fazliu, përshëndetje miku e respektuar Adem Drenica, përshëndes dëgjuesit, telefonuesit, respekt gjithve, faleminderit, respekt gjithashtu dhe juve. Na ka përshëndetur edhe Isa Feyzullahu, miku i qmuar, gazetari dhe publicisti i njohur nga Skënderaj. Përshëndesim dhe përshëndetje dhe juve, faleminderit gjithashtu përshëndetje. Një përshëndetje për frat e Gjevajre Kaboshin nga Suedia. Hajden valle mos u ndal, tupan zemrën po e kall, nuse vëndër dor për dor, kjo das s'ka me u haru kur. Krushit vin me këngë dajre, o bori blot me gaze hare, nusja vjen si drit në brak, si një yllë me bajrak. Hajden valle mos u ndal, tupan zemrën po e kall, nuse vëndër dor për dor, kjo das s'ka me u haru kur. Përshëndetje edhe për Afrem Kajtazaj, i cili do t'ju përshëndes gjithve, moderatorin dhe dëgjuesit. Faleminderit edhe përshëndes i nderuar Afrem Kajtazaj. Përshëndetje edhe për doktorin dhe këngëtarin Naim Osmani, i cili shkruan përshëndetje. Shoke miq, rreth e rreth, kjo natë s'vjen dy herë, njetë qeshin zemrat pa mbarim, kejt po ndajnë këtë gëzim. Hajden valle mos u ndal, tupan zemrën po e kall, nuse vëndër dor për dor, kjo das s'ka me u haru kur.
U rikthyeme pas së këngë dhe jemi drejt për drejt të nderuar dëgjuese në Radio Vlera në emisionin e rregullt të mbrëmjes. Do shkojmë pak e publicitet në vazhdim dhe mandej do vazhdojmë temën cilën e kemi përzgjedhur për sonte. Gjithë bashkëdhëtarët që jetojnë në Trekëndshëm, në Zvicër, Francë, Gjermani, afër Bazelit Praktë në Saint-Louis të Francës, njoftohen që me datën 16/05/2026 në restorantin Prizreni organizohet një mbrëmje e bukur festive me rapsodët e mirënjohur Besnik Qeriqi dhe Agron Sadiku. Numër të kontaktit tek menaxheri i restorantit në +33 766 669 891. Ju pret restoranti Prizreni në Saint-Louis të Francës me ushqime tradicionale dhe me frymë shqiptare në përkujdesjen për disponimin tuaj të këngëtarëve të mirënjohur Besnik Qeriqi dhe Agron Sadiku. Ju mirëpresim. Rikthyem pas kësaj pike publicitare, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e rregullt të mbrëmjes. I përshëndes edhe dëgjuesit të tjerë që janë inkuadruar në ndërkohë dhe janë me ne. Kushëririn Aslan Gashi përshëndes Skënderajnë e bukur. Një përshëndetje për Radiona Deliun. Mandej kushëriri dhe profesori Aslan Gashi thot përshëndetje kushëri nderuar, faleminderit shumë. Gjithashtu përshëndetje e në shoqërimin e është miku i letra, poeti Fazli Ferrati, respekt emisionet tuaja, miku im, faleminderit shumë, respekt gjithmonë edhe juve. Në është edhe miku Arif Regjepi nga Suedia, cilë në përshëndes dhe shpresoj të jetë mirë me shëndet, ka ku që nuk ka qenë me ne, por gjithmonë është i mirëseardhur, urojmë të jetë mirë, kjo është me rëndësi. Shoqërimi në është edhe poetja Fitnete Bashota Krasniqi nga Austria. E shot nevojshme edhe njëherë ta shpalos temën në mënyrë që të njoftohen edhe dëgjuesit të cilët në ndërkohë na kanë bashkangjitur dhe janë me ne. Tema sot është emigracioni dhe ndikimi në familje. Besoj që çdo njeri nga ne ka prek, dikush është vetë në migrim, në emigracion, dikush ka familjarin e vetë. Dhe kemi për çka të flasim, besoj, në këtë temë. Andaj mos nguroni, na kontaktoni nëpërmes Viberit në +33 780 545 835. Na shkruani edhe miku Arif Regjepi, përshëndetje për stafin në Radio Vlera, Agim Gashin dhe dëgjuesit mbrëmje të bukur, faleminderit, përshëndetje edhe juve dhe uroj të kaloni bukur edhe ju bashkarisht me ne këtë mbrëmje. Nuk e dia jenë në Kosovë apo në Suedi, kudo që t'jesh, uroj të kalosh sa më bukur, miku im Arif Regjepi.
të gjithë shka, si bukuris kisha pa, sytë s'muj me t'inda. Përveç për ty, si këngë shpirti, si magji. Moje bukur mos u ndal, buz qeshje zemrës mi fal. Çdo frymë, çdo rahje zemre, po të çon të dashnia jeme. Në shkruan dhe në Frem Kajtazaj, sa të jetë malen thirrje telefonike me familje. Pas pak ndoshta vetëm që dëgjoj që janë shëndosh. Mendimin unë po iku, se puna pret. Kaloni bukur gjithë. Faleminderit shumë, të roj punë barë. Faleminderit për mendimin tuaj të shprehur, i nderuar Frem, mirëpresim gjithmonë. Kalosh sa më bukur. Sa të shoh një her, ta shoh synin të zi si kur rush, dhe faqet e tua prush. Me djeg me ndes si qiri, me ata sy të zi, du me të marrë në shpi, mori 7 selvi. Shkruan edhe poetja Elmia Jazi, unë vetë jam me emigrante dhe për mua jetim nuk është vetëm teori, por jetë e përditshme. Emigracioni më ka dhënë mundësi për një të ardhme më të mirë, por ka edhe ante e veta që nuk shihen gjithmonë. Veç pak, miku. Ka momente kur ndjen shumë mal për familjen, për vendin tënd, për gjërat e vogla që i kisha çdo ditë. Nganjëherë ndihesha sikur jem mes dy botëve. Njëra ku jeton, tani tjetra që nuk e ke harruar kur. Megjithatë, kjo përvojë më ka bërë më të fortë dhe më ka mësuar të vlerësoj më shumë familjen. Për mua emigracioni është një sakrificë e madhe, por edhe një shpresë për një jetë më të mirë. Faleminderit shumë, poete Elmie, për këtë mendim tuaj të çmuar, të rrej qaste të bukura dhe në vazhdim me Radio Vlera. Me një është edhe aktori dhe regjisori Ismail Ushtaku, e përshëndesim miku Ismail, i urojmë një mbrëmje të bukur. Frem Kajtazi na ka falendëruar, respekt, të faleminderit gjithashtu juve. Shoqëri me një është edhe poetja Malushaçe Smajlaj, kësim dhe përshëndes, një përshëndetje për Imran Alir. Në ka përshëndetur edhe Miko Nasërgjani dhe përshëndetje gjithve, faleminderit shumë. Një përshëndetje në vjen nga miku Ismail Ushtaku, përshëndetje shqiptarka dhe shqiptarë. Kur do që jeni dëgjuese në botë mbarë.
në botën bardhë, në moderimin briljant të mikut agent. Faleminderit shumë, mikun Smile, të përshëndes edhe në të rëj, mbrëmje të bukur. Në shoqëri me ne është edhe poetja e vlerave Bardha Brahimaj, të përshëndesim Bardhan, mandoj një përshëndetje edhe për kushërimin tem të dashur Bislin Dobra në Këshecën e bukur atje, duke uruar mbrëmje të bukur e qaste të bukura me Radio Vlera. Këngëtarja Bardha Brahimaj, të përshëndetje Radio Vlera, ju përshëndes, faleminderit gjithashtu përshëndetje. Miku Smile Shtaku thot ke në fonotekën ndonjë këngë për Gjergj Kastriotin, miku agent do ta gjejmë gjithsesi një këngë. Edhe shpresoj nuk do të jetë mbrojtur. Një përshëndetje shkon në Heidelbergun e bukur të profesori Malgashi, se na erdhi dita jonë dhe dita më shumë e ka me klasi kur dëgjon shqip kudo në botë, respekt të gjithëve dëgjuesve tuaj të Vlera, zotri Gashi. Vetëm pak respekt që na mbush zemrat e Shqipëri. Faleminderit respekt gjithashtu mal, një mbrëmje të bukur, disponim të këndshëm. Me ne është edhe këngëtarin e Mosman, të të rojë ditëlindjen e nënës time, nëse ka mundësi miku agent me këngën me ndvej sa shumë të dua. Faleminderit shumë. Përshëndetje edhe për juve, edhe në emër tim i uroj ditëlindjen e nënës tuaj, duke uruar shëndet e pleqëri të rehatshme, edhe shumë ditëlindje tjera të lumtura. Gjithsesi do të shkojmë me atë këngë. Shoqëri me ne është edhe Besa Gjelina, thot një mbrëmje dëgjues të përshëndes dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme. Mirë se na erdhe Besa, të përshëndesim edhe ne dhe të urojmë qaste të bukura në vazhdim me Radio Vlera. Na ka përshëndetur edhe Ferhat të Kabashin nga Suedia, përshëndetje Radio Vlera, faleminderit shumë, gjithashtu përshëndetje, respekt pafund. Shote Galica e Drenicës dhe po ka për shëndet dëgjuesin, kështu që do shkojmë ju presë të shohim a kemi ndonjë telefonat në Viberin e radiose dhe mandej do shkojmë me atë këngë për ditëlindjen e nënës së këngëtarit Nejm Osmani. Besoj që po do ta gjejmë këngën shumë shpejt. Sa kërkova, rehati nuk gjeta kur. Sa të randa ishin e vite, dola fëmijeu bana kur. Dola fëmijeu bana kur. Mama dhe sa shumë të dua, të kërkova dite nat. Mos pushoni dhe më kjani, se kur beti rrugë gjatë. Mos pushoni dhe më kjani, se kur beti rrugë gjatë. Dhe qenë ka jeta, këtu as lullet nuk ka nërë. Unë i shkreti sa ke që humba, ah për mu nuk ka pranë verë. Ah për mu nuk ka pranë verë. Mama dhe sa shumë të dua,
të kërkova dite nat, mos pushoni dhe më kjani, se kur beti rrugë gjatë. Mos pushoni dhe më kjani, se kur beti rrugë gjatë. Përndoj hana, sta shumë vjetë në gurbeti bona. Mu plakë baba e mu plakë nana, mu mbarova me të tona, mu mbarova me të tona. Më dhe sa shumë të dua, të kërkova dite nat, mos pushoni dhe më kjani, se kur beti rrugë gjatë. Mos pushoni dhe më kjani, se kur beti rrugë gjatë. Ndërshëm këtë këngë bukur nga këngëtarin e Osmani, edhe njerë urime ditëlindjen e nënës. Jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e rregullt të mbrëmjes të nderuar dëgjues. Dhe ne pa humbur kohë kemi tashmë në linje edhe dëgjuesin e parë për sonte, si zakonisht është i nderuar Janus Zeniullov, i cili të dëshiroj mirëseardhje, mirëmbrëma e nderuar Janus. Nështë ka mbyll mikrofonin, nëse e ke mbyll, hapet lutem, nuk e di pse nuk dëgjosh. Alo? Nështë adhune, unë e hapa, mund besoj që ndoshta të unë është prap, jo se pas kam hap, jo kërkoj falje, edhe njëherë mirë mbroma, mirë se në erdhe. Mirë mbroma, mirë se u gjeta. Mendova që kom hap mikrofonin, po nuk e pas kam pas hap mikrofonin e dëgjuesve të kërkoj falje. A je mirë si e? Mirë, mirë, jemi mirë. Ju sjeni, si po kaloni? Po i mirë edhe na, si zakonisht, bukur po kalojmë. Mirë është. Të jo mirë gjandja, mirë koha, krejt mirë. Ty be u konë mirë, nota zakonisht po bëma të ftoft, po dita u konë nëzit, ta kem mirë u konë. Mirë shumë. Rreshje s'ka pas shi, jo, kështu që besoj që... Jo, pritet pi mas nesrit me në orës një fëshive, po... Tukën e vete ka, kur do bje, kur dhe, no? Gjithsesi që po. Besoj që ne ke dëgjuar temen, unë do të shkoj me disa pyetje, në ndërkohë, temë edhe herë, po e përsëris edhe për dëgjuesit që janë inkuadruar ndërkohë, emigracionin edhe ndikimin familje, është tema, çfarë ndikimi ka pra, emigracioni, dhe besoj që juve që me sa dini ke edhe antarë cilët kanë emigruar, janë jashtë atë dheut, antarë të familjes tuaj të ngushtë. Po. A keni përjituar, do të thotë është pyetja, ju që dikush nga familja juaj është në emigracion, si ka ndikuar kjo në marrëdhënien familjare? Do të thonë, pas emigrimit, si janë marrëdhëniet tash popullit? Po, gema i marrëdhëniet janë më të mira, po ata po vinë shkurt 2 javë, 3 edhe po do të me ikë prapë. Kjo është një handicap për njerëzit e moshuar, më thënë. Sa ma të shku ka mosha ma e madhe, një farë mërzije po bëhet pak ma e madhe, thënë.
Po, njeriu i mendon, nuk mund me më konë sigur njeri i ri, sigur i vjetër. Po, Unë i shikoj ka jare do emisione që janë dhemshme do asi, shtiru konë me asi, për kërka, se njaf, se di, po veç kur e shof, ato që shabohat, tek bohat, më qatë në vaji. Mosha pe pa i këtë vetën, normal, njëris është më emocional, është më i dopt, kështu në do aspekte, dhe mërzitet ma shumë, sepse gjithmonë e mendon ato më të keqen, dhe vërtet nuk është e lehtë. Unë thash në të mirat e perëndimit, dhe më thonë të mirat e emigrantëve, po vllaznit tonë, bive tonë, koshive tonë, i krejt kombit, Kosova nuk ishë mbijetu as para luftës, që kur mi pasën 10 vite pa punë, mësë më paskonën mërgata jonë. E kur pëjshë disa që pifyn, mërgatën për bes, po më vjen me plas. Kur gjomër me s'pas bo, krejt të të mrinin në Kosovë janë pi perëndimit. Sha muj me bo une me një penzion, ka kisha mujt me një mu, sha kisha mujt me maru, për me hangre me pi, me hang me buk edhe me pi, në lang në dishka, për kjo nuk është jetë. Normal. E krejt më smukonën, sa në shpia u maru, për mendimat të emigrant, të mërgatës, sa amballanta, sa qerdhe, sa në kur hakit së një dalmi. Ndëgjesha një dit një emision, dhe i shkon jo, jo kjo, thash, pse po përzini, thash, këtu konë vota, pa farë vote, njone tha, këtu tha, krejt që kanë votu, tha Albin Kurtin, tha janë analfabet. Ti do me thonë për zhduk një 500.000 vejë. Dëgjë, miku Janus, ne leqe u përqat ju atje, por në përqat neve kanë në mërgim me këtë politikë pa lidhje. Jo më rekurkush sot të përqat. Po jo, së është një frim përqasë. Po? Një ambasador, edhe i thajke shka mas njerit që punën atje. Këta shka mos të qka do më thoma te për që me sha dhe familjen e jasharve, kur arrim popullit deri të kjo mos, qka do më thoma për atë popull, hajde kalëzën. Me të vërtet nuk jemi në regull. Ti të genjoni morët me thonë që jam shqiptar. Po, për që ta, po të thamë është mbjellë një frime rrezikshme, edhe me të vërtet shpresoj që njerëzit të kanë vedije, edhe të marrin gjanat ftoft, nuk ka nevojë, çdo njeri ka drejt me dhënë mendimin e vet, po jo me ofendime. Po. Na ai mirë ka thonë atëherë me atë anekdotën. Kur dhe të bëhet mirë, tha, kur e qesmit meshmin për para, jo i natin për para. Menën para i natit. Na nuk jemi të e qitë menën para i natit, po i natin para e menës. Po shumë keq është e. Po që kjo është e që... është keq shakomet në nëshmu tyje ose ti muhe. Na jemi të dy shqiptarë. Mushmi minimun janë i tjetrit mirë, po s'mujtëm biletrimi si popull i paqe i mirëqenës qasaj gjenje sociale që jemi. Normal. Jo me fy njën i tjetrin e jo ato, me tërë tërë. Unë thash, jo pa qëllim është të shpërndar një frymë shumë e keqe, rrejtjes edhe këtu nuk bëhen rastisht. Anë miku punon në panol, na do t'jemi të vedishëm dhe na mos bim prej e tyre me qa me bo.
Kështu është jeta. Jo, Të vazhdojnë. se shkoj mas të keqes, hala nuk kanë lënë mend ashtu. Po ty duket që është e mirë, ati tjetëri ti duket që është e keq, jo ty duket që është kjo. Na jemi, qëre, është shumë interesant, na kena lypë sistemin shumë partijak. Edhe apet nuk i pranojmë tjertë, kush është me neve është me Serbi, kush është, nuk ka, ato e në përralla, ato e në fjallë pa lidhje. Nuk besojmë... Ajo është fyrje. Ajo është fyrje, po ajo është gjithçka, shumë e keq është. Kush është me neve, në përashtu e kena pas një sistem, një partijak, e dim që kena hjek për ti. Dhe me thonë... Ai krejt i ka dhonë, po një fjallë s'ke guzu me full kundra tina. Se minërën i ke morë të 20 vjetë, pa pink ka i hauki. Në vërtet. Amo tash po thujen keq, po shojnë keq, unë po më vjen morë. Ajde nështë nuk e din, po do intelektual, me gabu, me thonën. Ja, po e më ka thonën ti pekëshyrë veç pijatën tonë. Muhamër e por, nuk i thuhet njerit, ti po përnëna që pasrën vecene, të ne po vjen kon e për në shetë morale dhe për dëmën e zgjedhë kënë du shte. Po burë, kënë të dojnë poplë që ato e zgjedhin. Asë të më të rësu asaj. Cilit vjen, ke shqiptarjen. Edhe shumë. Nuk banë bile mu thy, na jemi vlazën për një gjoki o agem. Mu thy nërveti për jo në svitan kë, jo në svitan aj. Për lehe po zotin, kunat ja opin poplë, qajnë të vëheqa dhe kryet ma beti. Aj shqiptar, kë shqiptar, po partijes qetë, po në modhe... Hajde se dëllëm një temë krejtë, se shtjetër s'ka problem, po shkojmë kështu të tema, kthehemi ku ishim, si mund të ruhen lidhet familjare pavarësisht distancës, si pas mendimit tuaj? Pasha zotin Ragim, po mo, tash kanë dalë që të telefonat mas pari, kanë dalën që po mujmi me full për çdo ditë me kamera, me ase që i lumt ati që e ka zbulu mas pari, që me kamera, me full, me peshef, që e kini afërsi me një pa mesa, nëryshe o kur të fëllështi për ditë me tonë, nëryshe o mes me pas kontakt një vjetë, tani kur të vjen aja s'njef, s'ka afërsi me ty e ma. Që kjo është shumë e mirë, e dyta po vinë, tash një javë me pas një pushim, ja i hypin aeroplanit, ja kjerët veç kur t'i pas vinë, e pi vitit rria i vogli o konë në 2 herë, tash i dytim ka ardhë pramë, ka që shorim vjen nipi edhe djali madhë, kështu që nuk është tash është afërsia ma e madhe me komunikim. Ndryshe o konë për para që më të së konë për shembull të shtëpia, o konë veç burri për shembull në emigrim, edhe në letra ka orë mas 2 java, 3 javë. E vërtet edhe mërgimi është bërë pak më i lehtë, kontaktet janë më shpesha, mundësit për me kontaktu edhe në mënyrë virtuale edhe fizike janë më të mëdha shumë. Megjithatë, atëre keti ke pas udhëtimet, ti ke dalë herët, nuk e pas me aeroplan, po ketë me tren ose me autobus pas shku. Jo, po disa vjetë s'kena pas drejt marrë asë në Kosovë hiç. Po e apshef, kanë shku veç burrat, unë jem konë në 83-ën, jem konë në Gjermani, e kisha një bëgjënak në Minhen, edhe kisha qenë me nejt 1-2 javë, i marsh me do makinat për fabrik,
edhe veç vetesha, që shke guzu të ke vetë, se shako. Edhe bujta atë natë aty, kur u qunë sabah mërët ideal, veç i lajten sytë, mund nga tu me hypë në kombi, me shkuna për punën, për... A i mu më qiti veç të treni, se nga ti shkon aty të stacioni, hypa në tren edhe, ata kanë bon një jetë shumë tronë në atëhere, e tash nuk ka ashtu, ketë janë me gra, me fmi, bile jetën e bën si jetë. Tash, për men në migrim, po, është problemi që e ka gruën që aty, e bën bukën, ja lën teshat, ja bën, e ka një plus fëmija që aty shkollohet e vine, këto tash është shumë më e lehtë për bashkëdhetarët tonë se përpara. Është mas e vërtet. Edhe një pyetje e kam për fund, çfarë këshille ju kishte dhënë familjarëve, njerëzve që janë jashtë, do të thotë ndonjë mesazh për ta që ty ta merr mendja është i dobishëm. Unë i kisha tregu atyne që mos thehen, mos ndëgjojnë të li shkrimin në për rrjetet sociale, në ta këshyrin punën e vetë, mos ta thejnë familjen, mos të thejnë shoqënien, se s'kem ku e qojmë njëni tjetrin. As ka ku të qënë, as s'kem ku e qojmë. Kështu që në të mohën nërveti, në të punojnë, në të sjellin të mirat që mujnë me bonaj mini fabrik, me qelnej punë, me punësu, me nol pak trit, mes me nadal për joshnë, kjo është një plus i madhë, është disa kanë mundësi, ata që s'kanë mundësi, s'ka mundësi me qelë fabrik, po që ata që kanë mundësi me qelë një mini fabrik edhe, po 10-20 punëtor me inkuadru balësh begim, 20 familje me mojt me buk, kjo është një plus i madhe për një familje që kthehet prej atje. E vërtet. Po, nëse s'ki dhe diçka tjetër, të falenderoj shumë për kohën që ndonë me ne. Po, mre, nuk ban veç se ka dhe njerës që kanë deviju, e nuk vinë as në familje, as nuk diskutojnë, që një ditë që të kënë në televizor të i kam 2, kur të këtë telefon, po tha, qysh s'kam telefon, tha, e kish pasqu telefonin të mjeshtë, thët, këshur më nëresh, thët se thmija s'pëm thirin, se s'pëm ban telefoni. Tha, jo valla telefonin në regull, po thmija vetë se kënë do të thirë, tha që. E vërtet ka dhe se rast është mjaft, fatkeqësisht. Që të agim, që ata si pranaj, po që shtheshin për para mal pa uq, s'ka edhe kështu edhe kësi gjinë ka. Me vërtet, ka. Po urojmë të ketë sa më pak edhe vërtet vendin e prindërisë së zemrës. Se keni kojshi sëtë dhe ke e di u Zullofi, une ideali erdhe, të ne e ka shak, atë. Erdhe këqyri bashën, tha të këka e mira, Kuku tha, nuk e di, tha, nështë e më hinë gjuna, tha me babën tem, tha, nuk ja kom dit, tha, sa e kom babës, tha, tash tha pesha, tha, që s'po bëj ki pa babën, tash, po, Vërtet. Masit shkojnë sendet, nga bjen men, edhe shumë vlerën e tyre, po ata që i kanë vërtet do të keni kujdes të paktën moralisht të përkrohen, të flasin, të thirin sa më shpesh, të kontaktojnë me prindër. Kjo është më rëndësi. Plakit një fjallë e mirë e zbutën, ta. Vërtet. E plëtson me atë afërsien familjare, ta. E vërtet. Nuk ban, se me bo me fyje me asja i të në mos, nuk e nin demoralizohet. Nështë edhe
kur të plakët edhe nervozohet, në ashtë e lëshën edhe në fjallet, kështu, ma mirë është me të mirë, ma mirë është me hongër këtë dynjo me fjallë të mirë. A kemë në Stjepan ko, se në ashtë ta qërë të folin, se e kemi bon një orë gati, që i kemi njësë emision. Po, kemi edhe telefonata tjera, besoj që do të na bashkan gjitën, ndërkohë dëgjues. Faleminderit shumë ty. Unë ju përshëndes juve, respekt a kem për juve, respekt për gjithë dëgjuesit, gjithë telefonuesit, pa i cek me emnë, krejt janë pia oste në zhë. Përshëndetun, natën e mirë, miru dëgjofshim. Faleminderit shumë, një natë mirë, gjithashtu, ne miru dëgjofshim, në respekt. Natën e mirë të emi dhe në zënë latë, e falenderojmë. Na ka shkruar edhe këngëtari Miku Brimcaka, thotë mirë mbroma, Miku Agim, mirë mbroma Miku, zotëri Agim Gashi, Drenica, përshëndetje për dëgjuesit kur do janë, duke u shoqëruar me valët Radio Vlera. Uroj të kaloni bukur në vazhdim. Faleminderit shumë, uroj edhe ty të kalosh bukur. Të përshëndes edhe unë për zemërsisht dhe të uroj qaste të bukura me Radio Vlera në vazhdim. Besoj që po, tash e kemi mikun, aktorin dhe regjisorin Smajlo Shtaku, cili të dëshiroj mirë se ardhe, mirë mbroma, mirë se na erdhe. Mirë mbroma Gimi, edhe mirë të gjej, të përgëzoj për emisionin, se kjo është një temë, e cila është shumë e gjonë dhe duhet mu studiu, mirë po faktikisht jem personazhat gjallë, po mënoj që njëm në kurën, shpirtin, kocka tona, që është në emigrimit, edhe kemë që me folë për këtë temë mjaft, po mënoj kështu se ty nuk e di saktësisht sa të bon, po mu bon rrumullak 36 vite mërgim. Për nere gati në mua kështu, sa për i bjenë, që ashtu për edhe mu për afërses 36, në atënitën kam dalën, do me thonë në 35 vite, që ka me bo? Po këne qenë pak ma i vëgël. Ma i rrijëm pak. Jem pak ma i vëgël. Shqoaj, është të rejtë gjithë mu kyqë, pa morë parasysh, se radio është për gjithë, pa morë parasysh. Normal. Mirë po, ju kësha apelu që nëse nërët kanë ide, kanë diçka që ka me thonë për shemun, ose në ide diçka që është me zgjidhë këto katrahura dhe këto problematika, pak ma letë po në një aspekt, letë kyqen. Jo, për shemun, jo, tema është për emigracionin, masë një dolin krejt atje, jo, ke Hajdor, jo Zeneli, jo këtë tjetër, jo anë i knejshme, unë sen se koha po kushton, koha po kushton faktër. Në vërtet. Edhe kështu. Të përgëzoj për misionin, a bojmë laf? Faleminderit, po more gjithsesi do të bojmë lafun e do të nëse do më thotë diçka, nëse ju do të bëj disa në pyetje. Jo, unë desha një rezumet shkurt. Atëherë me kënaqësi. Atëherë përvojës edhe gjatë leximit, për shembull për çështjen konkretisht të gërbetit, të migracionit, tash në këtë gjuhën, mos më keq kuptoni, dëgjues të nderuar, seks moderne, piquin diaspor, kinse po tingëllon ma bukur, sa që e kanë formu edhe Ministrinë e Diasporës, ndërso fjala diaspor do të thot, rrjedh nga greqishte që do të thot far e humbur. Nuk i thojnë mërgat, me janë gjithilë po diaspor, far e humbur, se kuptojnë mas pari as ministrat, as gjuftarët të na, as emigrantët shumica, po mënoj që janë në emigracion, atë fjallë edhe ju duket si e lezeshme, e shishme, po më nëjë kur të përmenin kështu. A kjo është krejt diçka tjetër. I duket ma moderne. Ma moderne, se qëtën tash dhe këtë fjallin që një vitë diçka narrativa. Në televizion, analist, narrative, në fjallin e por kinë se po thonë diçka. Asot asgjoj shkret, edhe tash e këshin shpik Gimi, fjallin mos më gjujnë në brez.
Çfarë është kjo mos u gjejnë në brez more burr. Ka qitën këtë farë të politiqarë tash po thonë ta lider tek ta më gjujti në brez. Po sikur në ring të boksit atë po mendojnë që. Po ta marrë këmele që kanë zonë Shaban Fazlia pritën e thimë Manzeri karonë në brez, më thonë se jena po të peshe je në Kosovë alo ajo. Jo, ka marrë dhe të tulipone. Kjo këtu i pa ta thonë një drejtori, besa atëherë kishte qenë drejtor, takum, pas më du mja përmend emrin në Skënderaj, ma herët, para një 10 vjetë, 15, edhe ra punë në arsimit. Thash, kur gjus në ka bo lufta, që kam në bo që kjo shkolla juve, edhe i erë pak si ranë, po me të vërtet i thash fjallë që janë reale, thash se kur të vinë qëto gjenerata që po e rajnë vetën që po krynë shkollë, me të vërtet shkolla ka ra për toke, edhe është... Po ti veç merë një sy edhe shoja Facebookut mas pari. Qka lexon atu Facebooku më shoqërorizu, është për me këmby përvojat profesioneve, të poezive, të letërsisë, gjonave, edhe nëjë ditlindje, nëjë urim, nëjë diçka miku, të se mikës, këta dhjona të gjona. Ta shkojnë hi në Facebook, thuti është atu klubi dresni me matë mëlej që egziston bëhet, hinë atu sa shamja, sa dalaverja, komparacitët doktor shkemse, ka një fjalizdi me të thura atje, nuk e di më rëborë që është ka marë. Te ke po dhe gjuhën e kanë bastardu ma shumë atje në vend, se sa jashtë, çfarë fjallësh përdorin për shembull. Me deputete, me shumë thonë, dinë më rëdri fjallë, thëj fjallë me të lidhë, thëj fjallë i duhet, se për ide mos flasum hiq. Ata jonë për me sjell ide, me sjell risi, me sjell me dalë për problematikave, qofshin ekonomike, qofshin lamive të ndryshme pa marrë parasysh, me ide, me gjona, edhe për me i përmisu ato dhe me jetës për para. Ajo shumë veç të shani unë i tjetrin, tu i fshav vlerët që të mos vlerat e luftës, po mënoj edhe po ngritën. Unë kush për ngrita më rëburë, Serbia, Greqia, kush o ka ngrita njerë, shumë të thonë, që janë anti-luft, anti-liri, anti-vlerë, po kjo është bejër i botës. Edhe i popull atje veç qarabeshët, shumica e këmë fjallën, se një pjesë rezistant, që të mundet, apo heshtë, se s'ka që ka banë. Po kur të këshështë sa përqenë kanë marrë në luftë pjesë pak, janë këta që në krahasim shumë vërtet, 1%. Me të vërtet kanë marrë pjesë 99% kërkun heq, edhe po a nëske marrë pjesë vërburë në luftë, ose gru, ose pa marrë parasysh kush jeti, po mos shajmë vërburë, po çka po të bëjnë që po më shajmë, pishana tjetën që ka qenë fronte, ka përjetu loj skenash, loj gjona shumë ka humë gjymtyrët, ka humë familjen, ka humë ba tjetër, po që shohat më njerë që lufta për dhe në vetin për lirinë e vetë. Unë thasha pare këtu, të gjona nuk bëhen rasisht, këtu gjona nuk janë të bëhen rasisht, dhe unë po i tut në shumë, e vorrejt mos jetë si po mendoj unë, po... Shumë vërtet, jo i forshli. Po me të vërtet, populli kur s'ka qenë me i përsham, është keqe e përqajten edhe mërgatën, me të vërtet është katastrofë. Po shumë vërtet, unë edhe është alë shumë gjatu, pak, unë e lexoj edhe ekspert e huj, po mëne 3-4 që shkrujnë ekspert që merën me çështjen e hulumtimeve të migracionit dhe hulumtimeve për shembull çka ndikon të qaj grup, qaj komunitet i emigracionit për shembull, ose me çka ata merren, çfarë kulture sjellin prej veneve tyne këtu, edhe kush dirigjon me ta. 4 ekspert, po mënoj që merren me çështjet e brendshme, nuk janë ato po në sektoret sija, se çka po diju në sene këtu, edhe e kanë konstatu që mërgatën shqiptare e kanë ngulfor shërbimet sekrete serbe. E këta nuk e din hiq, qaraveshën jo shaje ato shoj blie. Po, kur një mërgjimtar ose mërgat,
e shon luftarin e lirisë, e shon lirinë e vet, e shon pambarësinë e vet. Kinse lideri tjetër tash ju, ne ky kom na qun parojs neve po më nësene, sa ata tjerë që në konë kurgjë, në konë hojna, në konë poshtër, në konë idiota, në konë këta dijuna të gjona, krej këto i bon shërbimet sekrete serbe, përmes qytyre da hyllave në përmergat, përmes qytyre analfabetave, po gjojnë edhe kësi që janë shkollu, në fakt, e këta i shtin të budon, të e në shkrujt i që atje në Facebook një fjali që shtu se bohet ma interesant. E këta dijuna të gjona, kjo është merë i botës. Kjo është merë i botës. Nërgata shqiptare është në fund të pusit, në të të kush ka donë, nuk ka nevoj as për i Kosovë me shoh, po më me mirë, po sistemi politik, parlamenti i Kosovës, duhet të alarmohet edhe të kontrollojë, sidomos AKI-ja, që ekziston në Kosovë, duhet të punoj shumë a shumë, edhe të dyfishoj punëtorët e vetë, po në gjitha aspektet, edhe të kontrollojnë që të gjona, se mërgatën e kanë kopë shërbimet sekrete serbe. Miko Smajl, si kanë fillu para disa vitesh me hapë degë partijake në mërgjem, ku fillu më shqetsu, sepse me të vërtet neve në mërgjem s'na vynë politika, s'na vynë ndarjet. Po ta dokumentoj këto, këtë qarti, para 10-12 vjetë, më jo ma shumë i ka. U përpjeku me bo lobin shqiptarë. Gjithë shqiptarëve, pa morë parasysh Shqipërisë, Kosovës, Macedonisë, po lob shqiptarë. Edhe muzell dhe strukturat, masane përfaqësues për i kohit vjen, për shembull që e komunitet, me posë përfaqësues dhe vetë, po më në qofë parlament, qofë në disa institucione, qëfare jonë dedikune atje, me përfaqësu mërgatën për mes ljubit, edhe mos me posë kurfar partije politike. Birë po e drevën këta, me shërbime sekrete, me dreqin e të birin, tu i pagu Serbia këta të vaqëronër, me thonë në seni, me pare, edhe e solën parti politike. Jo, nuk bën lobi se ku më ditë qka, lobi është për mërgjimtar, nuk është partia politike, ose mu shëndru në shoqata kulturore. Po, normal, me rujt kulturën e vendit, më bashku. Traditën e gjonat e zene, edhe nuk ka urrëtia, tu nuk ka bashkon kulturat, bashkon lobi. Partia politike të përqanë. Jo, mërës në do të kërë që se këtu kena punë të tona, ne më ndimu atë dhe du të më ndimu gjithmonë brenda mundësive, por se bilin njëm para këtyre zjedhe, më tha, ishë bo krejtë malter, po më tha të fitu, më tha shë fituve, të japet kacije, tha shë fitoj dhe ki më në gjithë skele, po du me thonë, nuk e nevoj me thonë fitu me sfitum, është më rëndësi me fitu me të vërtet Kosova, po këto urrejtje, këto përqamje, nuk kanë ardhur prej poshtë, kanë ardhur prej nalt, kanë ardhur prej politikës. Kjo është e rrezikshme, se të kishin populli normalisht nuk e kish pas këtë urrejtje kaq madhe. Fatkeqësisht ka ardhur prej aspektit politik. Se henëm në temë, krejt politike, edhe pse s'kam qef me iknej shumë, po me të vërtet është shtirë me debatuar në këto tema me gjithkanë se njerëzit... Jo, nuk është shtirë. Jo, po, është problemi që... Jo, po me ja thot drejtën dika në vreta, kupton, dikush e merë se... Po? Me ja thonë, ne krejt shqiptarët a ke po, thujnë, kam qef më thonë nërsy. Si të thush nërsy, mos të volaj. Se, a ka tonë thujna me në thonë nërsy, a s'kena qef me në thonë, a është ashtu ajo. Shumë vërtet. Jo, kem qef okolla, rotla, kutadivra të gjona, edhe flasëm një sahatët së thojmë kurgjë. Po pra. Po i shkon njoni, a kish bon njoni. Ose folim për hatër ti, në hajtë, në shtahistë e kona, më mirë e kijës, ja, bajtë se, po qashtë, ja, për këpëtan, po, është me të vërtet është rrezik i përgjithshëm, nuk është rrezik po mendoj personalisht. Unë me qenësën edhe nuk ka, faktikisht që në vetë ku të dhijun të gjona parlament mirë fillt, mirë po s'po ka zona në parlament aty zona konkretisht, që mërgatën duhet me korrigju funit, me korrigju institucionin, me korrigju gjonat, se nuk është
nuk është ka shkon të puna që duhet, po më nuk është absolutisht, jo. Pse tash, kur një nërgjimtar vjen prej një veni, edhe kërkon strehim, qoftë politik, qoftë, shumë kanë kërku edhe në nacionalitetet tjera, po më nëj, që kanë kërku, ose ka thonë jam jevk, ose ashkali, ose turk, ose dreq, ose i birin, kinë se kom probleme une, mas luftër fjala, probleme nga uqekeja, kom probleme, edhe të ardhët ma zhjë probleme se më këthyun atje, më likvidojnë me familje, me kregjona e sene, shqiptari zimër me men. Po ku janë organet tona edhe ministria që nuk i kërkon këto informacione, edhe me debatu të qashtje, edhe me zhjel të qashtje, edhe me mbyll të qashtje, edhe mos me lonë me deviju. Gjdo manifestim që mohet e presu me padurim atje, qoftë për pambarësia, po qoftë për festat kombëtare, festat nacionale në Kosovë, këtu qohën Facebook atje e shojnë. Peskën dërbejot ku hinë atje po më në sene, luftarët e lirisë, vlerat e gjonat e sene, edhe do të thot që po të fenaj, kur t'ja qyrsh emnin e kosh qip, fotografi s'ka hiq, se krejt këta, unë pëjprejnë Facebook, këta ekipe e tyne, sa që kom dëgju edhe vërtet du të më kona, jo, për disa burimeve shumë sigurta, deri në 5.000 euro qeveria Kosovës, për i pagu i ke, në far ekipe të laptopa vishin ata, për i pagu i ke për me hap dezinformata, me sha njerëz, pa fotografia ta, në për rrjetët sociale, po mënoj, deri në 5.000 euro në muj. Ndërso pensionistin e mashtron shkretin atje, me 100 euro para zjedhë, kështë bja qes, bajagi, shumë në thonë kështu, sa mi ble e korrupton, a kinë se pi lyftoj korrupcionin, ndërso i korrupton njerëzit, ku ka në Evropë dikun që shkruan gazet një kryeministër mi ka qitë 100 euro. Po paret nuk janë kryeministër, po as një qeverin nuk ka paret veta. Ato janë paret taksa paguesve. Po ku ka shtet në Evropë që morin shtesat fëmijëve edhe në Perëndim edhe në Kosovë. Ku ka? Ka kërkun, disa shtetet se kanë diktu Hollanda është i përcjell shumë mirë, edhe 3-4 i kanë zonë tu, që akum dhe gjune këtu, se këtu jam, edhe është dashtë me i këthy krejt ato edhe kanë lutë, apo do pensionin e Kosovës, apo do të Hollandës. Normal. Edhe zgjillti, po mënej, edhe është dashtë me i këthy krejt ato që e ka morë, edhe të gjatë jeta. Do të thotë, Albin Kurthi po na jep shtesa, po na jep pare, po na korrupton, po na jep këto, po na jep ato, shumë në sene, qka është kjo mërbur? Qka në këtu? Po kjo është merë i botës. E kur të në zonë masanej, biu, kush na shpionaj, ose kush tha, ose kush koli. Po nuk është kjo shpionim, po këtë në qartë dhe shtetit si herët avon, kanë me në zonë dhe me kontrolu. Do të thotë që pja mundëson njerëzë me i fut në qarë sokak, me mashtrime, veç më allon një vot, ti mundësoj këtu në krime, që i përdorin ta, për të vota për të gjona. Kjo është krim, qoftë ekonomik, qoftë politik, edhe për me orë deri të aj pushtet, kur të vjen atë pushtet, qka bënë sen, hiq, absolutisht, vej të folë, jo filoni hajnë, jo filoni shlopovë. Jo tjetërish kështu, jo tjetëri ashtu. Këta rufenia nga ne, mire ka me të s'ko, nive qka i tha. Po s'po më intereson qka i tha, po vjen programet, edhe so po avancuhum. Edhe so mërgjimtar po kthehen në dhej, oj dashtun, po kthehen qoftë me investu në aspektin ekonomik, qoftë në aspektin e kulturës, qoftë pa morë parasysh sa ata pja mundësojnë mërgjimtarve për më këthy atje. Nuk i kërkojnë që to drejta, ose që to që janë duhet me qenë të qashtje, po jo, po shojnë herojnë, e shojnë atjetër, e shojnë ato, po nuk shojnë të seni kështu, nuk shojnë të gjone kështu. Kështu që do të thotë ke mërgotë shpartalu totalisht, nëse nuk bëhet një reorganizim në i lob ose në shoqata kulturore,
këtu mo për mërgjimtar mos llogarit kur para aspekti, absolutisht. Jo, se nuk mundet i mërgat, as një familje, e përqame po mënoj me jesë për para. Ajo është e kodë. Kështu që sa më herët do gjona do seni me unë binare, kjo është në rregull. Për ndryshe nuk ka kur gjë në të aspekte. Në vend që i me kërku drejta tona na, përmes delegatëve, cilë shoqata ose lobi i zgjell, e me përfaqësu mërgatën, kërkesat e mërgatës me parashtru atje në parlament, edhe me pasat lidhjen po mënoj direkte, pastaj investimet e mërgatës, se këta ndihma abojët atje, përmes lobit, përmes gjonave legale, gjonave që duhet, ta shkojnë parti politike, aje shon këto, ky e shon atjetën, aje tjetër e shon ato, edhe kur që kërkuj, ato përfitojnë disa horra, një grupacion, i qatyne që është, pëmënë i qatu, qofë qeveri, qofë që është e, ata përfitojnë edhe luajnë mojnë hegare, ndërsa qofë mërgata, qofë popli atje, është në katastrofë. Mirë po mu po më intereson, nëse këta mërgjimtar, nuk po thonë tonë, po pjesë dërmuse kanë ronë provim. Këta mërgjimtar, nëse janë advëtar, nëse e dojnë atë vejën e shumë, nëse bojnë sakrifica për familin e shumë, e këta dhjone të gjona, qysh munen me shku edhe me morë shtetat e thnive në mësku, edhe i morën edhe këtu. Ja morën do të veteranit atje, një pjesë, se nuk ka pare kërkun shme dhe ndërsa dushke, e po qka dush një aspekt, ku do një hjek atina, qeshtin sociale, nuk është kërkun në aspektin e mirëpill që duhet ati me vërfnu, duhet me vërfnu fonde tjera, pejtu i qaraveshet, nërshtet atje nërko, edhe kur të veç, thët, po ku më shumë. E gjallë shola, se qëvëria, me këtë qëvëri s'ka, se për ne mundësën neve, qofë shtesat, qofë në jepi 100 euro, qofë ka të vim në jepi së gjukë, ku të këthejemi pej votimeve, e gjonët e. Kjo është marrëja shekullit, përësët shekullit 21, me ndonë në Evropë të gjonët. E ku do mi quat sistem politik, ose atë politik, ma nej, nuk i atë ma nej shka me lypë mo, s'ki shka kërkon ta. Absolutisht. Ta duhet më shku krejt, më fshi, s'po thonë pej faqës, po dhe pej faqës dhe jo disa, që i kanë meritu me të vërtet, po më në zene, mi po më fshi krejt pej politike, me orë tek generata treja, generata me qashti, po më në që me sitat mirë filta, jo veç kush donë edhe kush mund, edhe kush ka disa lek me i në politik, po kush e meriton. Edhe kush të reguat në aspektin praktik kështu. Kështu që janë të gjona, mu për veti kam pas shumë, se kemi qenë ndërmërgotat. Alo? Po, dëgjoj. Po. Mas mërgatës jevrejve kemi qenë na shqiptarët. As kanë qenë bushjak, as kurat, si ku më përcjell të gjona kështu, në përgjësi, kemi qenë i mërgatë shumë e fuqishme, edhe filloj të integrohet në venet, gjitha venet e Evropës, si të mos në generata fëmija që lindën këtu, kryin shkolla, kryin zanatët ndryshme, kështu që u forcu mërgata, mirë po, si mi përqa, mi shkatru, definitivisht, e shkatru partit politike. Edhe konkretisht që kjo qeveria që është pushtet. Kjo nuk e di shkojnë ka lypin mërburta. Po ku dhe më shku e njëri që ka qenë luftar, për shemun, ata duhet më deklaru që si më konune në luft, as nuk e du në venin tem, po e du Serbinë dhe e du partin tonë, që ka me thonë ata njerës, për shemun, thirë, që ka me thonë. Kështu që, une nuk shoh, kur pas zjedhjet diçka që me qka të cilët, të rotacion atje, qohë më në zjedhët ku dona, në të
mu besim nuk ka, se besimi është si shpirti. Kur del pe i trupi, ai nuk kthehet mo. E këta kanë vërtetu vetën, përqindja shumë e madhe e tyne, që nuk janë për kurrë. As për politik, as për dashuri, as për krimtari, po qysh më rëbur, një njeri nuk dul në Kosovë, deri me sot, të gjithë doktora e profesora, nuk dul me bo një shpikje shkencore. Një nuk dul me marrë një çmim ndërkombëtar, për shembull, më thënë. Asnjë. Kështu që kur, më mirë pa ta. Ma mirë. Smajl, besoj, a kin të telefonatat e one, po vjen dikon një telefonat, ndoket e ti. Alo, apo na dëgjon, Smajl? Po, gimi. Po, dikush është duke mora pak jo, s'ka gole. Shkojmë mirë, po me të thunë drejten, jam pak e di gjithmonë në posë unë jam, se ti e di shumë mirë, edhe bashkë kemi, edhe pse s'kemi qenë për shembull në aspektin qoftë të dytë afër Francës në Gjermani, mi po gjithmonë kemi qenë kontakt, edhe gjithmonë jemi angazhu për mirëmbajtjen e kulturës tonë, për dignitetin tonë, për identitetin tonë, për gjonat. E tash me dalë tulipar Saraçi atje, tulipar Sugjuku e seni, e me ta përshkllin edhe me ta shoh dignitetin edhe identitetin e lirin tonë, kjo është merri botës. Këto gjona nuk bëhen. Me vërtetë. Ka jonë ka kërkuajnë. Jonë ka kërkuajnë luftë qytetare, edhe kanë kërku bati. Unë e kom shkruar hapta në Facebook. Çka ka lypin. Po ju ka një këto partit, po më nëjësen, që të mos, ju kanë edhe një aspekt mirë kanë bo, mirë po prapë se prapë nështë të qështë të vazhdojët, ka më orë deri që atu. Ka më orë, nuk shkon më. Shpresoj mos ndodhë një qka keqe, si do që të jetë. Miku Smajl, shkojme edhe pak rreth temës, nëse di edhe ajo është brangë gjithve, edhe ju tja ty të njosh edhe të kuptoj plotësisht, edhe vetë mos mendo që nuk e përjetoj keq situatën kur e shoh që gjanat nuk po rrjedhin mirë si duhet. Shkojme kështu, cila ka qenë sfida më e madhe që keni hasur gjatë ndarjes nga familja, mendoj kur i keni dalë për mërgim? Po jo gimi se, me të thonë sinqerisht, ka qenë ndo intervjuja kështu që i kumë pas, atë ditë që kumë shu venin tem, Kosovën, në vitet 90 kur erdhën mosat e dhunshme, macane jo me në nëshkru, që me në nëshkru, këta dhjuna dhe që me qëpar në nëshkru, këshin në nëshkru këgja shumë, thani nisha, kur shua ma vonë, më mëna e dje, që pas punu përsa me Serbi deri vonë, edhe ta shiki edhe ndovene kyqe kështu në Kosovë, ata kalushanat e udhëve. Unë i kom pa, njerëzit edhe njëri... Edhe kishë një autoritet të gjatë madhë dhe të mosa kështu, apo më rrë. Po, kur shkova njërit, për i thëm njërit apo më njëfë ke mirë, jo, thash po më kujtuar, thash jo ty më së kujtuar, Njerim. Po që ka me i thonë? Njerim. Edhe dita me vështirë ka qenë kur më shu Kosovën, sidomos teatrin Drenica, dhe Drenica në kështu, se mas pari unë kësha lezu për azilin, po që shakon azil kështu, dhe po logikojsha, me orë për veni tonë, ku ke lindë, je rritë, je shkollu, edhe pse më shkollu shumicën Poloni, po më në kështu, po, do të ku kry shkollë mes me filluar e gjona, edhe me dalë për veni tonë, e me orë Sërbi për Beogradi, e me të nëzonë venin e punës ti me ikë për i shpis tonë, me dalë për veni tonë, edhe me dalë dikun me kërku diqka, me thonë amon, zamon, që të kojnë plesht, apo më bokanak, apo më pranën në vërtonet zotë, gjithë e kemi gjanebi. Ku ka më në burë kështu në botë. Nuk më isha mi perceptua qartë, nuk isha lezu Brazili, këto gjone konvente, mirë po e logikështë në aspektin e thjesht emin, ajo ka qenë momenti ma i shtirë për mu,
Mirë po gjithmonë me shpresë, thosha se mas një viti 2, eventualisht 5, do të gjinet një zgjedhje, qoftë politike, qoftë diçka do të bëhet për më në kështu, edhe mu kthy. Mirë po u bon 36 vite. Edhe qështu. Sa atëherë më pason dikush 36 vjetë, kime nejtë, pa ndërprje dikun, se kom jetu në Poloni, Francë, Hollande, Finland, këmë thonë shumë shtete kështu të Evropës, me kohë gjatë kështu, me kulturave të ndryshme, thuj se jum pjek ose rritë me to, veç me më pason dikush 36 vite. Kime nejtë jashtë, kime thy, nuk shë dalë. Në të kushtonë sa dohen. Edhe pse kumë pasë do probleme, kështu sistemin në të kuha, din edhe shumë mirë, që marrë me do shfaqje, do demonstrate, do gjona këta di në kështu në aspektin politik. Mëse ne kumë pasë një diskutim shumë të fort në Kongresin e Rinisë në 89 në Beograd, që jemi vetëm një delegacion për 32 delegat dhe Kosovës që e kumë shu Kongresin e Serbisë. 31 delegat Kosovës kanë metë në Kongres me aprovu amandamentet për suprimimin e autonomisë Kosovës. Asë një gazet s'ka guxu me shkru. Asë atëherë stash zguxojnë. Një aspekt, që mund, jo në ashtë që zguxojnë, po ju vjen dyqysh hajtë se s'është kurgjë ajo, po më në një aspekt edhe se krejta shumë biznes, po më radull në i pare që atje edhe këto si janë kurgjë, në kone në shku këto, s'këthejnë mo, a pikërisht që ata delegatë që kanë qenë, se shumë i zërë një, që jemi konë bashkë atu, në Kongres, delegatë të krejtë Kosovës, si këmë fjallën, sot i ki në përdovene, po mënoj do të thotë që atëherë ka votu që të hiqet autonomia Kosovës në Kongres Rinisë, u dashke Rinia, Lidhja Socialiste edhe komiteti, që ka qenë komiteti Lidhja Komuniste, Jugoslavisë, në atë kohë punëj, u dashke këto 3 grupacione, me amendamentet, me korrigju, me kutadi edhe me orë deri te, por na e shumë Kongres Serbisë, jo të Jugoslavisë. Edhe do të thotë lëshova i vetëmi Kongresin, ata metën me aprovu ato amendamente, do të thotë që nuk e dojshin as autonomin, e sot ku ta dojnë ata shtetin e Kosovës. Qysh e dojnë ata, në çfarë aspekti punëj e dojnë? Thjesht, ajo në pushtet, unin jo, se me ta kam qenë. Normal. Që kjo është me e ribotës. Të vënë gjona, që tu ka qenë gjimi, shumë në qashtja jem, po më nëj merë unë, se nuk disha me perceptu qashtjen e largimit, prej venit tem, me shku dikun me kërku strehim, me kërku pun, me kërku integrim, një kulturë, krejt tjetër një kulturë, krejt huj mu integru, e milion kulturën edhe familjen, edhe benin, edhe punën tem. Kjo ka qenë, asot su e kuptoj, më të thonë sinqerisht tu, po që ka u bo edhe me tu kështu. Kështu që unë isha do është të 3-4 fjallë, se përket në antikë si ka qenë mërgimi në atë kohë, në kohën e anticitetit ishin konë 2 lloj dënimesh për njerëz që i kanë bo vepra, që tash i thojnë penale, vepra kriminale, ku ta dinu të gjona vepra në aspektin e jurisdikcionit. Dënimi me vdekje edhe dënimi me internim. Me përzon njerën jashtë venit vetë, sigur që kanë qenë për para, kanë qenë deri vonë, edhe ka na që vëdhë shumë nga gjerë, që në shpërgull për një vend tjetër qashtja e vrasje ose gjonave kështu për në e sene. Edhe në bo statistike, në anticitet atëherë, 99% e këshin pas gjithë dënimin me vdekje, e mos mu largu për i venit, mos mu internu. Dhe me thonë dhe ma i ronë se dënim. Si mundet me qenë gërbet i mirë. Sot i një për shemull njerëzit, jo, po tash është ndryshe, tash ka aeroplana, ka ato, se në autobusat, moshit su gjuke, ku të dino të gjona, edhe shkone vjene, punëj, nuk është ku ka problem. Jo i dashtë, nuk është qashtja tu, po është qashtja magnetizmit, se në venin ku i rrit, edhe ke linjë në të ven, vetë magnetizmi tokës të tërhjek energji negative.
nuk jenë kontakt me dheun, me magnetizmin e asoj toke, se nuk është çështja se tokë është atje tokë këtu, po që aty ke prek për herë të para atë kulturë. Edhe të na doket për shembull çdo gjë që është e jotja. Këtu ku më di çka më rrjedh më bo, mreti Hollandës nesër, unë jam 50 me 50. Pse? Do të thotë që nuk jam i qeri këtu, nuk jam krejt. Pse s'jam? Sepse unë jam rrit atje dhe kujtimet e fëminisë, rinisë, mu përcjellën vazhdimisht dhe çdo njeri ku do qoftë që është ai. Po që një shembull konkret të princit Klaus këtu në Holland, që ka vdekë para 70 vjetë këtu, ai ka qenë me burrin Mretneshës, me prejore gjermane. Edhe mjekë që kanë konstatu, thojnë 1% që ja ka sjellë vdekjen, edhe pse i pat 80 kusur vjet, po kishin qenë me jetu dhe 100 e magat, kështu, një ndër shkaqet ka qenë edhe nostalgjia për vendin e lindjes në Gjermani. Merr me mend. Do të thotë burri Mretneshës, princi, Klausi, në Gjermani Hollandën kufi. Edhe do të thotë që edhe te ai ka ndiku nostalgjia që në vdekje po mënej sepse ka jetu kohën e fundit një vend dhe një kulturë tjetër. Po edhe gjatë... Gjona të thella, gjona po mënej që shumë njerëz nuk e kuptojnë se këshyren veç paren. Po edhe fitoj pare, po çka të më bëmë ato pare i shkret? Por paren sune përdor ashtu që është ti donë, dëshiron, çka të vynë e pare? Çka? Asgjë s'vynë për njerë. Është e vërtet. Po gini? Jo, dhe në Verhoxha ka pas internimin një si mos denuse, kështu në dëshkuse, nëse s'ka bëj, njerëzit që jenë ko kundër sistemit, i ka internu, i ka qunë në qytetet, ka tu në tjera dikon krejt largë. I ka nda, për atje ka pas shumë vende. Tash me dëshmire me lidhe, edhe lidhe po shumë mirë. Do të thotë si nërgimi është një loj denimi, një loj internimi. E jë mëse morin atje, jo pa atje kështu. Tash këta na kohëthojmë, jo pa ata kështu. Jo këne, jo nejti. Lëmë të gjona. Edhe mu që mu më që ditë, pse dolim më rëmurë të një fatë Baleoshi e diskuton për mërgatën që televizion, që këta analista, këta gjona. Nëse nuk është ekspert i emigracionit, që vete ka përjetuat qashtje, me vite, edhe ka studiuat qashtje, me vite, atëherë në del në televizion dhe në të flet diçka në të jetë në ide. Po jo të një farë kastraveje si del atje, jo me lgata kështu, jo kështnej, jo ko, jo zhmonë, për çka? Për çka dolin. Po i morën punë të huja dhe përgjithësit e huja, pse që ashtu kënë se po fitojnë popularitetë. Po fitojnë edhe pare, se te ke pa bojnë eksese me qëllim në për debate, në për emisione, në për me fitu klikime, po nuk e dinë sa ndikan të ke mosa, edhe një gënjeshtër është shumë problem, me demantu masanej edhe gënjeshtër në kufta e përhapet shpejt, edhe nesër me thonë, dheri sa të marrin krejt për vesh që është gënjeshtër, ata e kanë bindjen që u ko për i me burë. Tash bo veç për hap gënjeshtra, diçka jeta, për kupton, të për hap sa të mëjsh, diçka jetë në tru njerëzve. Është shumë keq, që është ati me dërtet për i Skënderbeu të deri të figura e fundit të komandant legjendara dhe Mjashari nuk kemi lënë asnjë figurë pa një llos. Asnjë figurë. Jo. Seriozisht, fatkeqësisht. Po këtu është mirimi jonë. Tani, për den me në morë të Serbia, Skënderbeu se pëthojnë e ka pas nonën serbe. Si u hëndë në farshuri korondër. Po në ta merë, se neve në morën. Antikën e morën grekt, mesjetën e morën slavt, kulturën tonë, për andoria Osmane morë qashtin tjetër të nej, po mënej, sa që shqiptarët, që ka kanë vonë, pejtaj ma halë, atje që ka në arkitekta, po mënej, se në Mehmet, që ka bo arkitekturën në Taj Mahalës, arkitekt, ka qenë zonë si arkitekt Sinone, që ka bo gjamin, shumë gjamija e gjona tjera kështu, në krejt për Andorin,
që kanë qenë mishi që sot arkitektë e botës jesin nuk kanë mësojnë për tyne, po prapë se prapë nuk besojnë që është të mundu në diçka e tillë më punu ashtu. E këta di në të gjona, na i morën krejt hujt, na i me të ashtu në parti politike, ka me këthe kryt herë ajo parti, herë kjo parti, jo hypi filoni, është drypi fisteku, shmonë, këta për analfabetash modern, po, se s'kanë prej kur punë me dorë. Cili lider, sigur këtu, ose në frontë, se pa morë parasysh i thëmija, janë një spej fëmije, shkollë, si të kërë shkollë fillore të mesme, pushimet verës, gjona punon qofë shqitore, qofë si kamarjer, qofë diçka po punoj kështu e sene me mbona i cent për studime për gjona e sene, i punon 10-15 puna deri të vjen me punu punën e vetë profesionale. Të na asë një lider politik punë me dorë prek nuk ka. Pej që atuhet java dreqi se zoti nuk jep këtë gjona mrapshta, shmon edhe kluk jo minister, jo kryeminister, jo dreqi viri, jo president, jo ai tjetër shmon se pa prej kur mund me dorë. E çka shumë ne kupton kontorin, ai koder udhëhec për shembull, një punëtor të fabrikës ose një kamarjer ose një diçka për shembull që nuk ka haber në të punë, po mënej që shkojnë e shkojnë, ai se kupton kërkonin, veç kështyr që ashtu më zhvat diçka, me kriju diçka për veti, ndërtojnë kështjella në ajër, qoftë shtetënore, qoftë individuale, edhe çka mund me mas mrami kur ju kërkuin. Po sa më po. Miku Ismail, nëse ki me shtuar diçka për fond, faleminderit shumë që ishe me ne, por nëse ki edhe ndonjë porosi për mërgjimtarët ose në përgjithësi për mërgatën. Unë kisha pasë dhe gjithë kum pasë edhe ti e din shumë mirë se e kontaktojmë çdo herë. Mëse ne ke po edhe intervista edhe gjona kështu, do të thotë që njëmi kështu me themel që shkojnë, gjdo gjohë, sa i përket aspektit të artit, artin e kumë përdojrë në shërbim të atë dhejët. Ku do që të marë parasysh, çfarë veni, çfarë kulturë kumë egzistu, pa e fut një element tonë shqiptar, nuk më bërë hatë. Pse? Veç me mbet dikush ka është jo, edhe ka hije, kush je të kije, edhe me hinë muhabet më fell me ta. Porosi jam gjithmonë ka qenë edhe është. Ta dojmë ma shumë atë dhejën. Jo për me në dhonë, po me i dhonë. Pa morë parasysh ata mrena edhe na që jem jashtë. Se nuk e kem në luksin e qoroditjeve. Se jem i vetëmi kënd, i vetëmi popull në Evropë që nuk e kemi zgjellë çështje nacionale. Në 5 sopa donë Lugin, donë Djerin, donë Verin Macedoni, donë Shqipni, donë Kosovë si zojt e qyqës, edhe e kem luksin më qaravesh na me bo diçka të jashtë zakonshme. Jo, po ta dojmë ma shumë kulturën tonë, të investojmë ma shumë kulturën tonë, të investojmë ma shumë në vlera në dhe, qofshin në politikë, qofshin në ekonomi, qofshin çdo kun po mënoj që të vinë vetë ti dhe të bashkohen ato të ruaje. E jo kështu sigur zojt e qyqet me urrëtie, me këtë situatë kaotike që kanë kriju këta par liderësh, këta par idiotash, se idiotizm më të madh nuk ka se mi shkatru kulturën ose munu mi shkatru një kom. Një kulturë, një kom, një etni. E kinë se të mbrojt etnin tjetër, për shkatroj etnin tem, po ku ka në botë më rëkshtu. Ku s'ka kërkun. Do të thotë, porosia jem është, që ma shumë ta dojmë sinqerisht atë dhejëm, ma shumë ta dojmë vetë vehtën sinqerisht, t'ju iku më rranëve e mashtrimeve se ato nuk qojnë kërkun. Absolutisht. Edhe t'jem ma shumë drejt për drejt.
për çdo çështje. Politikat janë me shtetet jashtë me politika. Nuk bëhen politikat njëri me tjetrin në Kosovë. Partikën se po bëj politik, nuk është e politik. Po ose ja shohën heroin asoj partie, ose ja shohën liderin asoj partie, e kënë se po bëjnë politik. S'është e politik. Na mu duhet me bëjë politikë diplomasi me vene tjera, me gjona tjera, për shembull, për me mujt me arrit disa qëllime tona, që na ndihmojnë për shembull në aspektin e integrimeve evropiane gjona, e jo politikë në zveti, shoja nonën njënë tjetrit, shoja idolin heroin njënë tjetrit, e kënë se po bëjmë politikë na. S'është politikë. Ta dojmë më shumë atë dhejmë, edhe mërgata të organizohet në lëb, ose në shoqata kulturore, jo në parti politike. Ky është një mesazh jam, edhe ka qenë gjithmonë, po dreshit i morën ato gjona dhe pi paguën burr, thjesht paguajnë. Serbia ka mjete, ka pare, gjona i paguën e sene dhe i kthen në eknej. Mirë, po njerëzit që shiten pa marrë parasysh, që shiten për çështje nacionale, për çështje dinitetit dhe identitetit, ata nuk meritojnë me tu. Mi faqet dhejt, jo, absolutisht. Edhe herët avon kom një këthy bumerang. Se vetë universi nuk e banë. Universi punon 24 orë. I qetë ata njerëz. I qetë jashtë orbitës, jashtë sistemit, po mënej edhe atëherë kom i momenin më sanej. Kjo ishte gjimi se i nuk Falënderit shumë. Të thonë, sinqerisht janë çështjet tona, janë çështje na përkasin ne, edhe ne nëse nuk i mbrojmë, edhe ne nëse nuk luftojmë për këtë çështje. Nuk është të thonë me luftu veç me push kundër anikut, ajo është numër 1, po çështja duhet me luftu kundër këtyre dukurive negative, cilat e kanë kaplu këtë shoqëni deri në moje sa që ka kaluar në degenerim. E kjo nuk i falet askuj. Se gjithë jenë fajtor, po të gjithë. Nuk është veç 1 o 2, edhe na që heshtum, ka njëherë, kemi bërë të vajtë se do të thotë ja provoj, pilon me vepru, të keqen. Nuk jem si këtu, si në përëndim, të jebrejnë për shembull, ta jonë edhe policë dhe ushtarë, çdo qytetar, për shembull. Policë është ku e sheni diçka të keqen e emron. Ushtarë është nëse bëhet në mobilizim, ai veshet, mobilizohet. Nuk lutët në për Facebook, e me klis luftan këshirë, a i shashku ti, a i shashku hojnë, a shme thonë me këtë paladrë. Dhe qëto portalet kanë bo kretë mishmash, po që me bo? Miku Smajl, falenderoj shumë për kohën që ndove me ne, për mendimet tuaja vërtet konstruktive, uroj gjithë mund shëndet ty, gjithë mirat. Falenderit Gimi, edhe vërshorë se jo më shfry se janë që të rrjetet sociale, që të gjonat, po dhe këtu e në bojnë më mëzvet, mirë, po më nuk sa të kudoni komunikim kështu, ta dojmë vetë vetën ma shumë, ta dojmë se që në kushton më rëmidash vetë vetën ma shumë, se atjetën, se anë miku në rëndësin e traukarin e idiotin me i dash, për më në esene, e vetë vetën që të pashtë. Jo në zlejnë kurgju, jo kultura jam zlejnë kurgju, jo gjuha jam zlejnë kurgju, jo identiteti jam zlejnë kurgju, veç vlejnë ati tjetrit. Kur jem bazament, roj e njerëzimit, e kemi një gjuhë që është mretneshë gjuhëve të botës. Që se ka asni popull, asni kom, sot për sot, po më në kështu, populli maj vjetër në Evropë, edhe me ronë këto situata, kjo është merë maj madhë që i njësën. Oke, Gimi, falenderit, që më në mundëson, sa du këdo me bo laf ka njëherë kështu, po më nëjë si nëtë burrave. Në falenderit shumë, juve. Dhe një notë mirë e të qetë, Gimi. Gjithë mirat, miku im, notën e mirë, edhe kalo sa ma bukur, miru dëgjofshim edhe hera të tjera. Do ta dëgjosh një këngë për Skënderbeun, sepse vërtet e kërkova. Po, fakt se sot është edhe përvjetori e lindjes, Gjergj Kastrioti Skënderbeut, edhe nëse ne nuk i përtërim këto gjona, nëse nuk ju tërgojmë gjeneratët tjera, mos i pajsojmë atëherë jo s'po din kush janë, jo tek janë, jo po asimilohen se na po heshtu, thjeshtu, këtu edhe s'pjau të regojmë gjonat e qashtu. Të falenderoj për zëmërsisht, Gimi. Gjithmonë ndërë respekt. Dinot bukur,
Gjithë mirë ato për ty, natën e mirë dëgjofshim. Natën ishte me një regjisori dhe aktori Ismail Shtaku, cilën e falenderoj shumë. Për kohën që ndau bashkarisht me ne, të dashur dëgjues, jemi drejt për drejt, do të shkoj me pak publicitet para këngës që e paralajmërova dhe mandej do vazhdojmë me këngën për Skënderbeun. Mbrëmje e madhe folklorike në Saint Louis të Francës. Saint Louis është në trekonshën Gjermani, Zvicër, Francë, pra, në restorantin Prizreni në datën 16 maj 2026 prej orës 19:30. Mos harroni dhe mos e anashkaloni këtë rast për të arktuar me këngëtarët dhe rapsodët e mirënjohur Besnik Qeriqi e Agrën Sadiko. Një koqer i restorantit dhe për menaxherit i tij mirëpret Basri Qoçaj. Për informacione dhe rezervime mund të kontaktoni në numër +33 766 669 891. Ju mirëpret restoranti Prizreni me traditë të gjatë pune me ushqime të mrekullueshme nga sofra shqiptare. Me datën 15 maj 2026 me këngëtarët cilë të vërtet do të na kënaqin me këngën e tyre të pastër shqipe folklorike Besnik Qeriqi dhe Agrën Sadiku. Ju mirëpresim. Shkojmë me këtë këngë për Skënderbeun, për dëshirën e mikut Ismail Shtaku. Trimbi trima qenë qoka strioti, fuqit more që mi dhanë ka zoti. Se djek flaka e se djek baroti, shpata e ti tha malin dyshe qame, me një tëra, me një ushtri për vlone, me një tëra, me një ushtri për vlone. Jeni duke ndjekur Irma Libohoven, këngë për Gjergj Kasrut. Yeah.
Rikthehemi pas kësaj këngë të bukur, na ka shkruar në vibierin e radios edhe gazetari, pra publicisti dhe miku Isa Fejzullahu, na ka shkruar mendimin e tij rreth temës së sotme, për çka falenderojmë dhe e shkruan sa vjen. Vetëm pak se miku shkrimi. Mi mbrëma shoqë. Po, shkruan kështu, kur fëmijët largohen, fshati fillon të vdes. Sot këta 3 fëmijët të lagjes ime lanë përfundimisht bankën e shkollës për të bashkuar karvanit të mergimit. Ati karvani të pafund, që çdo ditë po e zbraz këtë vend e po e lën pa zë, pa jetë, pa të ardhme. Dikur zëri tyre areshëm përzjej me pranverën, rrugët e fshatit mbusheshin me të qeshura, me lojë, me ëndra të vogla që japin kuptim jetës këtu. Sot ajo këngë po shuhet, po kthehet në një jeton të trisht si pamjet bardhëzi të fshatrave të braktisura që shohin vetëm një histori. Tani me askush nuk do të stolisë rrugën me zërin e tyre, nuk do të ketë me hapa të vegjël që vrapojnë në përborë, do mbetet vetëm heshtja. Një heshtja rëndë që mbyt, që të kujton çdo ditë se po humbim më të shtrenjtën fëmijët tonë. Çantat e tyre të varura mur, lodra të harruara në obor, janë dëshmia më dhëmshme se këtu ka pasur jetë. Këtu kanë lindur e janë rritur breza që kanë ruajtur traditën, që kanë bajtur gjallë shpirtin shqiptar. E sot, ata po iken. Po shkojnë në një vend që nuk është i tyre. Po nisin diçka nga e para, larg përfshafimeve të gjyshërve, larg dashurisë familjes, larg vendit ku çdo gur ka histori. Po shkojnë drejt bankave të ftofta të shkollave të huaja, me ëndra në sy, po më një mall që nuk shohet kurrë. E ne që mbeten, po e shohim me heshtje se si vendi ynë po zbrazet, shtëpit po mbyllen e fshati po plaket. Sepse kur largohen fëmijët, nuk është vetëm një largim. Faleminderit miku im Isa, vërtet na mallëngjeve me këto vargje, kur me këtë shkrim tuaj, kur dihet se çdo ditë ikin me qindra të ri nga Kosova drejt perëndimit, drejt ëndrës për një jetë më të mirë. Në këtë kohë kur tashmë jemi të lirë, por çka të bëjmë? Urojmë që të kthehemi me shpirt, me zemër, ta duam vërtet atë dhënë në zemër, jo me fjalë, jo me pollavra, por ta duam me shpirt edhe me zemër, duke ndihmuar njëri tjetrin, jo duke anashkaluar dhe duke përjashtuar njëri tjetrin, por me dashuri të madhe, njerëzore dhe vllazërore. E di që keni shkruar shumë dhe më kanë ngel shumë përshëndetjet tuajat pa i lexuar, më vjen shumë keq, Sabile Sadiku dhe të përshëndetja ken për ty, familjen dhe gjithë dëgjuesit, ka shkruar moti. Me ne ka qenë edhe nuk dia tash poetja Evlera Mirushe Musa, cilën e përshëndes, mandej miku Bajram Osmani, kushëriri Jakub Dobra. E kështu me radhë nuk mund të lexoj krejt vetëm emrat se Sali Berishin e përshëndesim, Shukri Jesenin gjithashtu e përshëndes, që na ka përshëndetur, Avdeshalin një komshi këtu e përshëndes për zemërsisht, poetën Kimete Krasniqi, Xhaj Kosovën e përshëndesim, Makin gjithmonë është e përshëndetur, Violeta Maksutin, mandej Naile Berishën, mikun Ali Kurti, këngëtarin e përshëndes, dhe uroj qaste të bukura, Liliana Sanën, Marshoshe Ismailin, poetin Qazim Thaçi, përshëndesim gjithashtu, Eva Boshnjakun, këngëtarin Besnik Qeriqi, përshëndes mikun Besnik, mikun tjetër Gjiladin Hajdari,
Jair Berishën në Zvicër, edhe Sana Beqirin të ta lodh, jo jem lodh, të jesh mirë, po pas ka shkruar më duket edhe një shkrim këtu, e miku Isa Fizullahu, unë në moshën 55 vjeçare kam dalë në mërgim. Ajo që kam parë këtu, në mesin e mërgjimtarve ishte të merë. Më shumë rëndësi kishte një i huaj për ta se sa një shqiptarë. Të gjithë përshëndetnin me zveti, por shqiptarin jo, bile as që njëshin me njëri tjetërin. Mos të flasë për gjëra tjera. Këtu, kudo që shkoj, dëgjoj vetëm fjalë të këqija për Kosovën. Atje vjedhin, atje të mashtrojnë, atje të tradhtojnë, atje s'din asgjë se shkollat i marrin me pare. Tash, paramendo, kur këto fjalë i thonë fëmijët para fëmijëve të vet, me çfarë mendimi rritën ata. Jo miqtë e mi, Kosova ka probleme, ka të lashe dhe duhet shumë punë, por nuk është e vërtetë që s'është punuar. Kosova ka ndërtuar shtetin dhe sot, kudo që shkon, i ke institucionet tona, doganën, ushtrin, policin, mjekësin, krejt. Faleminderit shumë për këtë mendim tuaj, miku im Isa Fizullahu, dhe ne këtu do ta përfundojmë dal nga dal emisionin duke ja udhëruar edhe një këngë të bukur në vazhdim, me cilën ju përshëndes gjithëve që po qëndroni me ne. Një përshëndetje për Isa Emrulaj, i cili më duket për herë të parë. Shkruan përshëndetje popullin i dashur, përshëndetje i dashur Isa dhe për juve, ju uroj çast të bukur në vazhdim. Dëgjuesë nderuar, këtu po ndahemi me ju, me shpresë se keni kaluar bukur, duke dëshiruar një natë mirë, duke uruar që gjithmonë të shpërndani mirësi, pozitivitet dhe dashuri mes vetin, dhe duke ju kujtuar që nesër broma do takohemi prapë në orën 20. Deri atëherë qëndroni mirë, natën e mirë të dashur bashkëdërtar. Spelen e batra moj hati